është një detyrë qytetare, është një detyrë shoqërore, është një detyrë patriotike. Kështu që votoni, votoni, votoni me qetësi. Voto, voto, voto për veten tënde, për fëmijët tu, për vendin tënd. Ja ku jemi live nga komanda e përgjithshme, këtu ku mblidhen të gjitha të dhënat e curisë së procesit dhe përfitoj nga rasti t'i them të gjithëve që nuk kanë shkuar ende të votojnë, të shkojnë të votojnë. Është e domosdoshme që vota të hidhet, që vota të mblidhet, që vota të numërohet dhe që ti që mund të votosh të mos mungosh. Është një detyrë qytetare, është një detyrë shoqërore, është një detyrë patriotike. Kështu që votoni, votoni, votoni me qetësi, me pak durim, edhe me bindjet tuaja votoni. Një falënderim i veçantë dhe mirënjohje e pakufishme për ata mira e mira, shqiptare dhe shqiptar, që nuk u regjistruan dot për shkak të burokraciave dhe të frikës së qeverisë ndaj votës tyre, por kanë vërshuar nga ajri, nga toka dhe nga deti dhe janë dynur sot do votojnë dhe po votojnë në Shqipëri. Mirënjohja ime është e pakufishme ndaj tyre. Ata me votën e tyre i gjenden vendit dhe kombit në një moment në të cilin kanë nevojë shumë të madhe. Së fundmi, edhe njerë, thirrja ime është për çdo shqiptar: voto, voto, voto për veten tënde, për fëmijët tu, për vendin tënd, për të ardhmen tënde, të fëmijëve tu, për biznesin, për rrogat, për pensionet, për fermën,